Përshëndetje gocani, përshëndetje. Përshëndes gjithë shoqërinë time, si jeni, si keni kaluar. Ju uroj një javë sa më të bukur, edhe do t'ju thosha vetëm diçka, më kanë shkruar diçka në privat që je dobësuar pak edhe çfarë diete përdor. Atëherë unë nuk mund t'i këshilloj as edhe një njeriu dietë, se nuk jam as dietologe as gjë. Thjesht unë po pak a shumë gjëra që më kishte shkruar doktori vjet, që unë kisha probleme të stomakut. Dhe sot unë për treka ime është për mua, jo për juve, nuk po ja këshilloj juve, po që dua të them, kam një avokado, 2 kokra vezë të zira dhe një Philadelphia nga ato të voglat, edhe një kiwi. Kjo është dreka ime për sot. Edhe nuk mund t'ju them dot që bëni këtë që bëj unë, se jo të gjithëve mund t'i bëj mirë. Edhe nuk mund të këshilloj dot që të them, unë kam eliminuar brumrat, mishin e kuq, po pi ujë shumë, jo aftësisht, po 2 litra ujë në ditë, po i pi. Në mëngjes sa ngrihem, esull, pi 2 goda me ujë. Kjo është dieta, të themi regjim që unë mbaj, nuk kam dietë. Thjesht kam hequr vetëm disa gjëra. Ëmbëlsirat unë po vazhdoj të gatuaj. Ëmbëlsira e çdo lloj gjëje që unë bëj, e bëj për fëmijët e mi dhe për burrin, po unë për veten time kur i themi ne shëndetshëm, sano. Dhe ja, kaq do unë sot. Ju uroj gjithë të mirat. Dhe më vjen shumë keq, po nuk mund t'ju jap dot një dietë. Se dieta do dietolog, do të bësh analizat e gjakut, do të bësh shumë gjëra, edhe unë vetë, sa të bëj vizitën e stomakut, që të marr përgjigjen qysh do më dali, do do shkruhem te një dietolog. Mirupafshim, qofshi mirë, kalofshi një mëzdite sa më të bukur.